Dervish Ismaili, Dervish Beqiri, se nga trova mirë, Dervish Beqiri është vëzhgues i Partisë Socialiste Bashkia Peqin KZAZ-ja numër 45, qendrat e votimit numër 2292, 2293. Tani, e shikoni të volinën, plot me euro, karta identiteti, bollek i madh. Kjo është tovolina e krimit elektoral. Këto janë listat, janë 117 flet lista votimesh, me vula, si që shifni, tyre e vërtete e dirams, vazhdo me tutje. Tani, këtu është zoti, ma e pak, 1 minutë. Blendi, mundësisht, bëj pak shpjegimin vetë tani. Faktikisht, gjes, kam qenë i pranishëm në bar kafen e zotit Kryeplakut të fshatit Pekish, njësisë administrative shes Dervish Beqiri të bashkisë Peqin, që quhej Dervish Beqiri. Kishte pasur dhe rolin e vëzhguesit, ashtu siç tha edhe doktor Berisha, dhe e kam pyetur, i ishin hapur në këtë tavolinë dhe janë gjetur 10 flet votimi dhe janë 117 flet, si që shikoni me vullat njoma, të vullosura nga Bashkia Elbasan dhe nga Bashkia Peqin dhe gjendja civile e asaj zone, bashkë me firmat përkatëse, ku pikërisht deklaron vetë me fjalët e tij që i ka marrë nga Bashkia, ndërsa për fletë e votimit, pretendimin që ka është që ishin për të mësuar dorën banorët se ku duhet votoshin. Jo, fletë e votimit. To son to, to e unë për të verifikuar një. Që janë? 3 fletë votimit. Kujti gjithë. I ka bua dhe pa të të... Këtu i ka bua nuk i shkolla. O mirë me këto fletë e votimit. Këtu i ka sjellë të të... Sa mi Hasane ka sjellë ato, të partisë. Unë nuk i në nga kanë për në haqë, unë të i bëjto. Ska të kërë partit e shto shpi, për bëjtone. Nuk ka të kjerë të shpi atë, nuk ka përve. I kështë në të dërus. E në njëre të nuk ka të gëllë, nuk bëjtë shkuarë në të shtolla. Gjallë, tjetër po nga ti? Tjetër nuk të tre shkuarë? Unë nuk bëjtë shkuarë, nuk jeni për të punë edhe? Izoj, e kuptoj që falë më marri për gjësi penale. Po, Unë asë i gjërëve se do bëjnë në policie. Ajo zafër duke të këshore për realiza. Të shumë. Flinë që unë për të thotë, të 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 rëgonë të rëgonë të rëgonë. Do i mund të rrasë policinë, Se o fara policinë. Po ti do të në të rrugë me në grudi me që të rrasë policinë, se të e këllon në gru, se ku gëndi. Pra, Në të shmërë. Unë më dhe një që. Jam të në Pekisht. Në një lokal Dervish Beqiri. Unë gjedo fletë votimin dhe listat e votusit. Jemi pare të një elektorat, në grupët, në për e hatë në policisë, në tonë edhe në rrëmë në kështë. Dervish Beqiri, në Pekisht. krimineli në kryet bashkisë është funitori i
kriminalëve të tjerë për të realizuar trenin bullgar në mënyrën më antiligjore, antikushtetuese. Pra kjo është fytyra e vërtetë e Edi Rams, fytyra e vërtetë e këtyre zgjedhjeve të cilat kur nuk do njihen. Ata që mendojnë se mund të imponojnë qytetarëve shqiptarë në këtë mënyrë, vullnetet e tyre dhe mund të qëndrojnë mbi karrige, gabojnë shumë rënd. Ka vetëm një zgjidhje, zgjidhja është emergjente, krimi i qeverie teknike, zhvillimi i zgjedhjeve të reja, shqiptarët votojnë të lirë. Kjo është qëndrimi ynë. Ka vetëm një, ne kemi me qindra dokumentat pafundme të shkatrimit, të shtrimit të procesit zgjedhor në farsë elektorale, pra kjo është farsa e vërtet elektorale, dhe ne duhem që shqiptarët të votojnë dhe të mos vuajnë farsën elektorale dhe pasojat e saj. Ne do qëndrojmë me të gjitha potencialet tona, fuqin tonë, që shqiptarët të votojnë si qytetarë të lirë të një vendi, dhe jo të përjetojnë farsat e turpshme elektorale që janë të njëjta me ato të Zimbabves 30 viteve më parë. Besoj se e keni të qartë, e shifni vetë. Gjithçka janë rezultate të paracaktuara. Unë mund të them ju se do shifni gjëra të do shifni kuti votimi në cilat 200 flet njëra pas tjetrës kanë të njëjtën palosje. Kanë të njëjtën palosje. Çka do të thotë që kuti e parë ose është treni bullgar që është e njëjta gjë pastaj. Isa Mëzyra nga Ora News, kam një pyetje për fletet e votimit që janë duke u transmetuar në këto pamje. Pra, këto janë flet votimi, ose si bindemi ne që këto janë flet votimi origjinale, pra të printuar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, apo janë flet tip, pra, siç kanë bërë kandidatët, i kanë printuar thjesht për t'u treguar votuesve të tyre se si duhet të votojnë? Kjo i përket aspektit Kjo i përket pastaj policisë shkencore për të vendosur nëse janë të kopjuara apo jo, por si që shikoni, qoftë në llojin e materialit fletës, qoftë në ngjyrë, apo gjithçka tjetër është identike, qoftë edhe në formatin e fletës, është po i njëjtë. Nëse do ishte në formën e mundësisë për ta identifikuar ose për treguar, mund të ishte në një format A4, dhe jo me këtë lloj formati, siç është tipike fleta e votimit. Kjo mund të jetë ndoshta edhe në qoftë falso, supozojmë, mund të jetë edhe situata që vazhdon përsëri treni bullgar sepse është pa identifikueshëm. Tani, ai kurs, ai u zhvillua pikërisht për të mbuluar këtë. Se këto nuk ka sy që nuk i shef që janë reale. Megjithatë, por Partia e Krimit, Edi Rama, për t'i hapur rrugë shteg trenit bullgar, krijoi disa fake flet votimi, se gjoja do të mësonte socialistët si të votonin. Kjo ishte pikërisht se gjoja do të mësonte se për të mësuar. Këto ishin thjesht për të maskuar këtë akt që kanë bërë, që bashkit kanë shpërnda flet të votimit tek
qendrat paralele të krimit ku janë dorëzuar ose kuti të mbushura ose treni bullgar e njëjta gjë, domethënë ka disa mënyra realizimi i tij. E dytë është për sa i përket kontestimit që do i bëni zgjedhjeve në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Për shembull, tek diaspora ju keni orientuar numëruesit antar të KZAZ-s që në fund të proces verbalit të shkruhet që komisionerët nuk e njohin rezultatin e diasporës. A është bërë kjo tjetër dhe a është bërë kjo procedurë dhe në KZAZ tjera në Shqipëri, pra ju do ta kontestoni vetëm rezultatin e diasporës apo në të gjithë KZAZ, pra në të gjithë vendin? Ne tani, siç e dim, janë dy votime të veçanta, apo jo? I diasporës është i veçantë dhe çdo vot është vlerësuar, do vlerësohet në përputhje me ligjin. E njëjta gjë do bëhet në proceset e përgjithshëm, por në aspekte tjera, ja për shembull. Çfarë tregon kjo? Kjo tregon se në dy qendrat ose janë vendosur kuti të mbushura paraprakisht, gjë që nuk mund të jetë pa shenja, jo, nuk ndodh pa shenja, ose pastaj është aplikuar treni bullgar. Por fletë të votimit s'mund të jenë kur në këtë formë jashtë qendrës votimit. Urdhë? S'kan që shkojnë aty fletë të votimit. Që s'ka, ato janë dhënë për këtë përdorim. Ndaj dhe është një damkosje, nuk është problemi këtu, është absurde të mendosh se vetëm diaspora. Çfarë do thoni ju për 20.000 votat e ministrit të arshëm të brendshëm Balla, Arken Balla? Çfarë mund të thuash? Sa janë vota ato të qytetarëve? A nuk është çdo vot krim aty? A nuk është çdo vot krim? Po Ani Durmishi, po grupin Elbasan, po grupin Shkodër, po grupin Korsh në Vlorë kudo, në një fjalë. A nuk janë vota krimi këto? Çfarë përfaqësojnë këto? Përfaqësojnë vullnete qytetarëve apo vullnete kriminalëve, e vrasëve serial, të mbrojtur nga Edi Rama dhe Altin Dumani? A nuk denoncuan 10-15 mbase 30 herë tropin dhe pojen si zotrit e portit Durrësit? Kush i mbronte ata? Vota në krim dhe krimin vot. Ju e dini, Altin Hajri ka marrë leje ndërtimi, personin ndjekje. Poja disa, jo një. Groposën nga kriminal të tipit Dumani dhe Edi Rama. Groposën. Qa besoni ju, qa menoni ju se antimafia italiane e ka bërë për qëllime elektorale vonimi? Jo, ja ka vonuar Dumani për qëllime elektorale antimafis italiane. Ka mashtruar antimafin italiane, si ordiner. Se kemi operacion dhe prisë nga prishpun tani, du ta ndjekim se do zbulojnë dhe ka që aqa më këto apo jo. Dhe poja Çauferën. Kush e njoftoi? Elvis Doçin, edhe të tjerët. Kush i njoftoi? Këtu është një krimini. Këtu e të gjithë bashkë.
Edhe ato shishe 36.000 euro me kaj pinte e dira ma kujtoni ju. Me kaj hapte. Këtu është bota e krimit është gjerë në ka kërë në organizatë, se kjo është e dirama. Po këto janë zgjedhjet. I them këto fjalë për gjitha ata lakej, që nga mëgjesi gjendar bërë në avokatin e farsës së turpshme elektorale nga i vendin dhe popullit tyre, mercenar të vërtet të fjalës lirë dhe të moralit njerëzor. Bërë në avokatin e dhunimit të vosë, urdhon, ja ku është. Faqesri që dalin mbushin në një studio, një gjep dhe një studio tjetër, një gjep tjetër nga qeveria për të bërë avokatin e rëmbimit të zjedhe, farsës. Kjo është farsë, kjo është turp, për çdo kombë, për çdo vend. Çfarë është ajo? Urdhë? Ky është shembulli, modeli që mund të Ja, ku është modeli, kush e pyeti për modelin? Modeli, ky është një nga modelet, ja u kemi gjetë dhe modelin atyre, këte kanë përdorë. Ato shif për masat janë safi, janë originale vota. Kurse modeli është ky. Ja pra. Nëve? Tjetër. Dy pyetje. Pyetja e parë, ju, zoti im, që telefonuat policinë e shtetit, a ka një akt konstatimi nga jo se çfarë u gjetët tek ai lokal dhe çfarë ndodhi midis jush, policisë shtetit dhe materialeve zgjedhore të gjetura nga ju në tavolinë? Dhe a keni patur komunikim me agjentën e BKH-s apo me prokurorin e caktuar për fushatën elektorale në Elbasan? Faktikisht kemi thërritur policinë e shtetit, kam njoftuar gjithashtu dhe drejtuesin e prokurorisë jurisdiksionit përgjithshëm Elbasan, lidhje me rastin në fjalë, dhe ka qenë pranishëm policia e shtetit e cila ka vepruar konform rregullave dhe kanë konstatuar nëse shikoni edhe lek të gjetura në banak, të cilët ishin lek, euro dhe pound. Po ta shikoni janë pjesë e krimit elektoral, sepse nuk ka kuptim që të qëndrojnë euro, pound edhe lek në të njëjtën kohë në barin e një lokali. Pra, këto para që janë aty tek ajo foto në tavolinë. Po ti shikoni janë në numrin 5, po ditën e sotme të konstatuar nga policia. Po ta shikoni edhe pamjen janë policët në këmbë në lidhje me situatën. Kujt janë kartet e identitetit? Tani, aty ka kartë identiteti, ka patent, ka dhe 2 dokumenta tjerë, të cilët nuk mund të sqaroj më konkretisht sepse janë pjesë e sekretit hetimor. Kaq mund t'ju konstatojmë nga pamjet vetëm filmike, siç e shikoni. Edi Ram, njëra është Edi Rams, tjetra është ati, kush është ati? Urdhë? Arbian Mazniku. Arbian mafiozi, Miljoranci. Dhe diçka të lutem, në komunikimin që keni patur me zotrin, çfarë ju ka thënë për fletët e votimit? Pra, si i ka marrë ato fletë votimit, se nuk dëgjohet mirë në video? Në përçpëritë e personit pretendojnë që janë fleta për të provuar firmosjen, nuk deklaron për të mësuar se si votohet, por nuk deklaron nëse janë fletë votimit të vlefshme apo të printuar apo falso. Nuk jep sqarim për këtë, zotëria. Do të kërkoni materialin zgjedhor, po them dokumentin që printohet nga pajisja Pej për Këzazën në fjalë, ku ishte vëzhgues edhe zotëria në një farë mënyrë për të bërë edhe identifikimin nëse personat të cilët kanë votuar kanë edhe identifikimin përmes biometrik përmes pajisjes. Çdo gjë do të zbatohet ligji, ne do bëjmë çdo përpjekje të ligjshme ligjore. Por kjo flet vetë. Ky është një mekanizëm që flet vetë. Tani këtu, ose këto kanë tepruar nga mbushja e kutisë, sepse ne kemi dhëna
të sigurta që janë përdor kuti të mbushura, posaçërisht nga Lubi Balluku, por jo vetëm, ose pastaj treni bulgar që prodhon të njëjtin efekt. Sepse edhe në trenin bulgar, ai që t'jep fletën e palos dhe të thot shko hidhe në kuti kështu. Pra është i njëjti efekt dhe këtu pastaj duhet një ekspertizë shumë e hollë për dalluar nëse ishte treni bulgar apo kutia e Edi Rams. E Lubi Ballukut. Po, kam edhe një pyetje. Qoftë edhe për zotin Alizoti apo për zotin Inçi si të qarkut më konkretisht. A keni ju informacione a përkon numri i fletëve të shkëputura të dalë me proces verbal me numrin e qytetarëve të cilët kanë votuar, pasi nëse ato fletë votimi janë të vlefshme dhe janë shkëputur nga proces verbali që merr KZAZ-ja, i bie që numri i fletëve të votimit të tërhequra të jetë më shumë se sa numri i fletëve të gjetur në kutit e votimit. Mund t'ju them diçka, që në 80% të rasteve nga KZAZ-t nuk ka arritur dot të bëhet skanimi i kutive. Mjafton ky fakt që nuk është bërë skanimi i kutive dhe ju të kuptoni që mund të jenë kuti krejt të ndryshme nga ato të paskanuara. Do t'ju jap edhe një fakt tjetër çka ka ndodhur në Elbasan. Në orën 8 të darkës deri në 6 të mëngjesit për 6 komunat poshtë Kumindit, që janë pjesë e Bashkisë Elbasan dhe po ju konstatoj që fillojnë Shirgjan, Gjergjan, Tregan, Shushic, Gjinar, Zavalin, janë hequr dritat nga ditën e shtunë duke u gdhirë e diel. Të na shpjegoj Belinda Balluku, të na shpjegoj drejtori OSHE-s, pse janë hequr dritat, kush ka qenë shkaku për këto 6 komuna, që të lëviznin fare lirshëm makinat për ndarjen e lekëve dhe të mos kishte pamje filmike për to. Pra, të grabisim me çdo çmim zgjedhjet. I garantoj se do të mbrojmë me çdo çmim votën. Tani, le të shkojmë pak me logjik. Ç'duan fletët e votimit, lista me vull e institucioni shtetëror në një lokal. Ne nuk jemi hetus. Ne jemi njerëz që bëjmë politikë. Kjo është për të treguar nivelin e zgjedhjeve në Shqipëri. Ju si njerëz, si media që mbani perceptimin e lartë demokratik, bashkë me ne duhet jeni të shqetësuar. Ç'duan fletët e votimit, listat e institucionit shtetëror në një lokal, për çfarë duan? Moralin e zgjedhjeve dhe na jep këto rezultate, të cilat përngjajnë me kohën e Maos dhe me kohën e Veriut. Kjo është logjika. Çfarë duan këto në një lokal? Dhe këto janë ato që janë kapur sot. Po sa mund të jenë në të gjithë Elbasanin dhe gjithë Shqipërinë të pakapura? Për një saktësim, këto fletë votimi kishin vula? Për çfarë nuk kam parë vula. Nuk kam parë vula sepse nuk e kam kthyer nga mbrapa, po më duket vula nuk kishin. Zoti Berisha, ditën e djeshme ju keni përgëzuar antimafjen italiane për operacionin Ura, ndërsa sot ju akuzoni s'pak se ka gënjur antimafjen italiane. Sipas jush, çfarë nuk shkoi tek ai operacion? E kam përgëzuar dhe përgëzoj prapë dhe sot antimafjen italiane. E kam përgëzuar dhe përgëzoj dhe sot antimafjen italiane. Se po të mos që antimafja italiane, Elvis Doçi dhe gjitha ajo kompani do ishin duke pi verë Roman e Konti me Edi Ramen. Ta kemi qartë këte. Sot, po, sepse Altin Doçi, poja i skapit, deklaroi djeve se e kishin vendosur me antimafjen që të mos i arrestonin në kohën kur ata kërkuan. Çka tregoj se ai ka mashtruar antimafjen vetëm e vetëm që
krye kriminali Durrësit, Ergys Agasi, me bandën e tij nga Edi Rama, të kryenin operacionin elektoral që kryen. Ka asnjë diskutim. Dje, Altin Doçi zhveshi vetën lakuriq para shqiptarëve. Po nëse ishte qëllimi mafjes italiane shtytja, nuk nxirrte dhe në gjykatës mafja italiane. Antimafja italiane. Ai nxori vendimet. Ai solli vendimet. Dhe ky në emër të Edi Ramës i kërkoi leje që me qenë se kemi një operacion, se kemi po la fletë raju, kushëri i tij në edhini. Tani, se ai dëgjoni dia apo jo? Po fletë dhe në edhini tani dhe po sehojmë me ca gjërat, mos e arrestojmë se na duhen për vota. Po kush e si mundet ajo, më thuajti mua. Ata natyrisht kanë thënë, po mirë, Big Qyri dhe tani, më falë për shprehjes, po përdora shprehje, po ajo është, u tha mirë pafshim, edhe pasi përfulloi misionin. S'ka gjë më të turpshme. Sot, në vend të tij duhet ishte Altin Dumani. Duhet ishte Altin Dumani në vend Pojës. Sepse tregoi që ka bllokuar operacionin. Dhe natyrisht, ai do marrë një dekorat nga Edi Rama për përmbushjen e mirë të misionit që i bëri. Që ka të bëjë me këtë video që keni denoncuar, a keni vëtur ose a keni marrë shqetësime nga KZAZ-ja, sepse juve ju takon ose kryetari ose nënkryetari i KZAZ-s, pra keni marrë shqetësime për këtë situatë? O zoti Himçi ose apo jo? Është fakti dhe kërkoni i gjurëm, ato nuk e di. Okej. Dhe pyetja e dytë, a keni denoncuar në SPAK ende këtë video, e keni çuar ende në strukturën e posaçme antikorrupsion? Po i shaka. Po tani ato të çoj zoti Berisha. E kanë marrë vesh çdo shqiptar që ata i fusin tushi. Atë kanë hapë ca kazana të mbaj që i fusin tushi, çdo dosje për qeverinë fusin tushi ata. Po t'ja shtoni kazanit, pakën tjetë aty. Po sot ngjarja është e sotme, siç e pe. Dhe policinë e thirri, policia mbajti proces verbalin, natyrisht do ndiqet rruga ligjore, por kjo është shumë e qartë, më thapë. Këtu nuk ka dallim SPAK-u me banda dhe banda me SPAK-un. Gjërësa ju ku Elvis Roshi, Elvis Toplini, Elvis Doçi,